Prifti ortodoks Kristaj Viso ka ndëruar jetë në Spitalin e Traumës në Tiranë pas disa ditësh në gjendje të rëndë shëndetësore, si pasojë një aksidenti të ndodhur me 13 maj në qytetin e Korçës. Ngjarja ndodhi kur 62 vjeçari po ndihmonte në riparimin e çatisë së kishës të Shën Triadhës, e ndodhur në varrezat publike të qytetit. Gjatë punimeve i ka humbur ekuilibrin dhe ka rënë nga lartësia duke pësuar dëmtime të rënda trupore. Sipas burimeve mjekësore, dëmtimi më i rënd ishte në zonën e kokës, çka ka diktuar urgjencën për ta transportuar drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku ai ndodhej në terapi intensive për disa ditë me radhë. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, prifti Kristaj Viso nuk arriti të mbijetoj plagëve të marra. Ai shërbente prej vitesh si klerik në kishën e Shën Thomait, në fshatin Çiflik të njësisë administrative Voskop. Lajmi i ndarjes nga jeta i klerikut ka sjell pikëllim në komunitetin ortodoks të zonës, ku e njihej për përkushtimin dhe shërbesat e tij fetare.